dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Reagon Spitali San Çabej Lushnjë pas akuzave të deputetit Korreshi për mungesë ilaçesh. Në një postim në rrjetet sociale, spitali thekson se deklarata nuk pasqyron situatën reale në spitalin e Lushnjës. Spitali San Çabej në Lushnjë ka reaguar pas akuzave të deputetit të Partisë Demokratike Sajmir Korreshi lidhur me mungesën e medikamenteve dhe aparaturave mjekësore. Në një reagim në rrjetet sociale, spitali thekson se deklarata e tij nuk pasqyron realitetin e institucionit, duke garantuar se nuk ka mungesa ilaçesh për pacientët. Gjithashtu sqaron se spitali është aktualisht në proces rikonstruksioni, çka ka sjellë një riorganizim të përkohshëm të shërbimeve, por pa ndërprerje të tyre për qytetarët. Në njoftimin zyrtar thuhet se, në lidhje me deklaratat në kuvent, sqarojnë se ato nuk pasqyrojnë situatën reale në spitalin e Lushnjës. Spitali ndodhet aktualisht në proces rikonstruksioni, ndaj janë bërë riorganizime të përkohshme të shërbimeve, pa ndërprer asnjë shërbim për qytetarët. Nuk ka mungesa të materialeve bazë si pambuk apo alkool. Furnizimi është i rregullt. Qindra qytetarë nga Lushnja kanë shkuar sot të protestojnë në Tiranë. Sekretari politik i Partisë Demokratike të Lushnjës, Klement Çela, tha se kësaj here marrin pjesë jo vetëm strukturat, por edhe qytetarë të paangazhuar politikisht. Qindra mbështetës të Partisë Demokratike nga Lushnja pritet të marrin pjesë në protestën e thirrur këtë të premte nga opozita në Tiranë. Partia Demokratike Dega Lushnjë ka bërë të ditur se qytetarët kanë nisur të udhtojnë drejt kryeqytetit që në orët e para të mëngjesit, ndërsa lëvizjet do të vijojnë edhe gjatë gjithë ditës në mënyrë individuale. Ndryshe nga herët e tjera, sekretari politik i Partisë Demokratike në Lushnjë, Klement Çela, deklaron se kësaj here pjesëmarrja nuk kufizohet vetëm tek strukturat partijake, por përfshin edhe qindra qytetarë të paangazhuar politikisht, të cilët kanë konfirmuar praninë e tyre në protestë. Protesta e sotme e thirrur nga opozita nuk do të mbështetet vetëm nga anëtarët e Partisë Demokratike, por do të mbështetet nga të gjithë lushnjarët dhe mbar shqiptarët. Protestë tani që ne e quajmë e radhës, por nuk është vetëm e radhës, sepse këto janë protestat që patjetër që të një pasnjëshme që do i sjellin shumë shpejt fundin në regjimit e Edi Ramës. Natyrisht lushnjarët sot si çdo herë do të jenë patjetër aty, do të mbështesin këtë protestë të thirrur sepse siç dihet botërisht ka 1001 arsye, në fundit gjithë bota po tregon që njerëzimi do kthehet nga e mbara dhe jam i bindur që të gjithë shqiptarët do ta vlerësojnë këtë ndryshim dhe do ta bëjnë këtë ndryshim shumë shpejt për gjithë kombin tonë. Partia Demokratike Dega Lushnjë, natyrisht që ka dhe organizimin e saj me strukturat, patjetër që siç edhe herë tjetër jemi organizuar secili me makina private, sepse gjithmonë e kemi të pamundur që të organizojmë me mjetet të transportit publik pasi nuk lejohen, kështu që përtej nesh njerëzit kanë shprehur dëshirën e madhe që të vetë organizohen, pra kanë dalë përtej nesh. Kështu që janë në një farë mënyrë ata që na shtyn ne që të organizohemi dhe të shtym fort që të marrim sa më shumë pjesë në këtë protestë. Kështu që në bazë të kontakte dhe informacioneve që unë kam, numri i lushnjarëve sot në protestë do të jetë tepër i madh dhe natyrisht që do të bëjnë të mundur këtë ndryshim që ne presim. Protestës pritet i bashkohen edhe fermerë dhe qytetarë të shumt, të cilët kundërshtojnë arritjen e çmimeve të inputeve bujqësore dhe të naftës. Fermerët e Roskovecit po përballen me një çmim tepër të ulët të Kastravecit 20 lekë deri në 40 lekë në pikat e grumbullimit. Çmimi i ulët i tij dhe mungesa e fuqisë punëtore rrezikon sektorin bujqësor në zonë. Prej disa ditësh fermerët e Roskovecit po përballen me një çmim tepër të ulët të Kastravecit, 20 lekë deri në 40 lekë në pikat e grumbullimit, kur në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar tregtohej me 50 lekë. Ndërkohë, aktualisht në tregje tregtohet nga 120 deri në 150 lekë. Kjo situatë ka bërë që prodhimi të dalë nën kosto, duke i vendosur fermerët përballë humbjeve të mëdha. Tani ai është në prodhim sipër me 200 lekë, nuk ja leverdis as ta vjelësh, se s'del dhe ajo dita punëtorit. Dita jote dhe ti hellësh ushqim nuk asnjë lloj leverdi. Një tjetër problem serioz mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Sipas tyre, gjithnjë më pak persona janë të gatshëm të punojnë në bujqësi, çka e vështirëson edhe më shumë situatën në terren. Përballë kësaj situate, shumë fermer paralajmërojnë se mund të detyrohen të braktisin serat dhe të kërkojnë një të ardhme jashtë vendit, duke thelluar më tej krizën në sektorin bujqësor në zonë. Kastravecit po ikën me 200 lekë. Nuk ka leverdi, nuk ka 200 lekë, nuk ka leverdi ta vjelësh. Kastraveci në Tiranë është 1500-2000 lekë. Më thënë 100 km rrugë, këtu 200 aty 1500.
Dhe s'kemi leverdi ta vjeli me, do ta lem. Në të njëjtën periudhë vjet ishte 500, 600, si vjet është 200. Tash 200 lekë çfarë do marrim punë? Mos punojmë fare me ta shkolim me të mbyllim serrat. Sa keni kultivuar? Po janë 2 lyme gjys. Për sa vitesh keni kultivuar si perime me sera? Unë kam 10 vjet që merrem me serrat. 10 vjet që kultivoj kastravet dhe domate. Dhe 10 vjet ju gjithmonë keni probleme me çmimin. Gjithmonë ka probleme me çmimin. Vit për vit vjen e njëjta histori. Vjen 10 prilli, 15 prilli, nuk e dua me thonë. Unë mjaftuar që unë s'marr do ditën e punës, se unë punoj 3 veta këtu si shtëpi, unë s'marr me 200 lekë, unë s'marr do ditën e punës këtu. Edhe të punoj më mirë vetë të punoj me ditë pune. Edhe humbja është që stela ditë e punës. Fermerët kanë kërkuar tabele javore, pasi luhatjet e vazhdueshme të çmimit po i vendosin përballë pasigurive të mëdha. Deputeti i Partisë Socialiste Braçe në seancën e djeshme plenare foli për çmimet e prodhimeve bujqësore në tregjet me pakicë që shiten 10 herë më lart se çmimi i importit. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka ngritur sërish shqetësimin për rritjen e çmimeve të produkteve bujqësore në vend, duke cilësuar situatën si abuzive për konsumatorët. Gjatë seancës plenare ai u ndal veçanërisht te çmimi i domates, një nga produktet më të diskutuara së fundmi në treg. Sipas tij, justifikimi tregtarëve lidhet me mungesën e prodhimit vendas për shkak të përmbytjeve në periudhën nëntor-shkurt dhe rritjen e importeve. Megjithatë, ai theksoi se të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë një tjetër realitet. Sipas tij, domatet e importuara dhe të zhdoganuara gjatë muajve shkurt-prill kanë hyrë në vend me çmime deri në 10 herë më të ulta se sa ato me të cilat po shiten në tregjet me pakicë. Braçe kërkoi transparencë dhe ndërhyrje për të shmangur abuzimet. Për shkak edhe të importit, çmimet që kanë qenë apo çmimet që kanë qenë treg kanë qenë të justifikuara pikërisht me këtë fakt. Unë jam drejtuar Drejtorisë Përgjithshme të Doganave dhe veçanërisht për produktin që u bë hit në këto muaj e që ishte domatja. E din çfarë më bën përshtypje që ka 2 zëra, domate dhe domatina. Të ardhura nga Greqia, nga Italia, nga Serbia edhe nga Turqia. Ky ka qenë importi kyç i joni. Po e dini, janë diku ke 2500 ton në harkun 1 janar 31 mars dhe çmimet me të cilat janë importuar edhe janë zhdoganuar janë vërtet të habisin. Sepse gjithë këtu kanë blerë domaten me 400, me 450 deri në 500 lekë për kilogram. Ndërkohë që çmimet e importit janë nga Greqia 56 lekë, nga Italia 59 lekë, nga Serbia 274 lekë, nga Turqia 64 lekë. Pastaj vim tek produkti domatin. Nga Greqia 73 lekë, nga Italia 52 lekë, nga Turqia 62 lekë, nga Spanja 51 lekë. Dhe prap nga Greqia 54 lekë, nga Italia 54 lekë, nga Holanda 311 lekë dhe nga Turqia 61 lekë. Këto numra janë 5 herë, 6 herë, deri në 10 herë më të lira se sa çmimi me cilin qytetarët shqiptar kanë blerë në treg produktin domate. E natyrisht që ky është një abuzim skandaloz, veçanërisht në një treg ku nuk qarkullon faturë fiskale. Dhe vetmja thirrje që kam tani, përveç faktit që duhet mbështetur shumë fort prodhimi bujqësor dhe duhet mbështetur tani, përndryshe në korrik gushte dhe shtator do të vazhdojmë të importojmë. Thirrja tjetër është që duhet ndalur ky abuzim në tregun e perimeve edhe të frutave. Grabitje si në filma në Napoli të Italisë. Hajdutët marrin peng 25 persona dhe arratisen në përkanale. Një grabitje spektakolare u regjistrua më 16 prill në një degë të Credit Agricole, në sheshin Medaglia d'Oro në lagjen Vomero në Napoli të Italisë. 5 persona të maskuar hyn në bank, morën peng 25 klientë dhe punonjës dhe zbrazën 10 kasaforta sigurie. Forcat e policisë rrethuan zonën dhe me ndihmën e zjarrfiksëve hapën një korridor hyrje duke thyer xhamin. Pas negociatave të gjithë pengjet u liruan pa dëmtime, megjithse disa persona morën ndihmë mjekësore për shkak të shokut. Ndërkohë grabitësit kishin arritur të largoheshin. Dyshohet se arratisja u bë përmes një tuneli të hapur më parë që lidhej me rrjetin e kanalizimeve. Vlera e parave dhe sendeve të grabitura mbetet ende e panjohur. Ngjarja ka shkaktuar debat të fortë mbi sigurinë e bankave dhe mënyrën si autorët arritën të zhduken pa u kapur. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.